Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që han hurma, kaki, duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Hurma është konsideruar si pema më e mirë në botë për shëndetin ton për shkak të vitaminave A dhe C, proteinave, yndyrave, kriprave minerale dhe përmbajtjes së lartë të hekurit. Hurma gjithashtu shërben për një sër sëmundje si anemia, dobësimi i përgjithshëm i organizmit, gjëndra tiroide, dhimbjet e barkut, si edhe në lehtësimin e lindjeve normale të grave shtatzën. Ushqyesi që ky frut përmban janë një burim tepër i shkëlqyeshëm i fibrave natyror dhe ndihmon në mirë funksionimin e zorrëve. Sheqeri natyror i cili gjendet pikërisht tek hurma është një alternativë e përsosur për të marrë dozën e nevojshme ditore të sheqerit. Ky frut përmban rreth 17% kur është i freskët dhe 62% kur thahet. Hurmat kanë një spektër të gjerë të vlerave shëndetësore dhe nutricioniste, për shkak të cilave konsiderohet si pema më e shëndetshme në botë. Sipas përbërjes së tyre, hurmat janë tableta të vërteta multivitaminash natyror që mund t'i përdorin fëmijët dhe njëkohësisht të rriturit. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit për shkak të përmbajtjes së luteinës dhe zeaksantinës. Hurma quhet ndryshe edhe vitamina për sy. Njëra nga sëmundjet që kuron fruti i hurmës është sëmundja e anemisë, dobësimi të përgjithshëm të organizmit pas kalimit të ndonjë sëmundje. Në këtë rast këshillohet të përdoret mikimi me hurma ku çdo ditë konsumohen 6 deri në 15 kokra të pjekura rreth një orë para ose pas ushqimit për 15 deri në 25 ditë. Hurmat kanë dhënë rezultate shumë të mira në luftimin e sëmundjeve të aparatit tretës si edhe diarresë kronike. Gjithashtu shumë të sëmurë nga gjëndra tiroide, fryrja e gushës, kanë pasur përmirësime të dukshme pas përdorimit me bollok në racion ditor të frutave të hurmës. Gjithashtu, hurmat janë një ndër ushqimet më të preferuara të vjeshtës. Ato gjithashtu janë të pasura me vitamina dhe me minerale, gjë e cila i bën ato mjaft të shëndetshme për organizmin dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe për të parandaluar kështu disa sëmundje. Ja përfitimet e hurmës. Ka pak kalori. 100 gram hurmë përmban rreth 70 kalori. Kjo e bën hurmën një frut dietik dhe të këshillueshëm për personat të cilët duan sigurisht që të humbasin në peshë. Ka veti antioksidante. Hurma gjithashtu është e pasur edhe me vitamina A, beta-karoten, zeaksantin, likopen e të tjerë. Ajo lufton radikalet e lira në trup dhe parandalon hemorragjin nga enët e gjakut. Vetit antioksidante të hurmës parandalojnë shenjat e plakjes gjithashtu. Janë një burim fantastik vitaminash dhe mineralesh. Hurmat janë të pasura me vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën B kompleks, me minerale si mangan, bakër, kalium e të tjerë. Të gjitha këto vitamina dhe minerale janë të dobishme edhe për prodhimin e qelizave të kuqit të gjakut dhe parandalimin e sëmundjeve. Parandalon gjithashtu diarren, kapsllokun dhe hemorroidet. Hurma është e pasur me fibra dietike të cilat lehtësojnë lëvizjet e zorrëve dhe parandalojnë problemet e lidhura me to. Lehtëson simptomat e të ftohurës dhe gripit. Hurma gjithashtu është e pasur me vitaminë C dhe kjo vitaminë ka veti antiinflamatore dhe lufton infeksionet, shmang mbajtjen e lëngjeve në trup. Hurma është e pasur me kalium dhe kalcium. Ajo ka veti diuretike dhe parandalon mbajtjen e ujit në trup. Rrit sistemin tuaj imunitar.
Përveç vitaminave dhe mineraleve që ne përmendëm, hurma gjithashtu është e pasur edhe me fruktozë. Hurma nga ana tjetër rrit sistemin tuaj imunitar, ju bën ju më energjik dhe njëkohësisht do të ndiheni më pak të lodhur. Hurma është një lloj fruti i dobishëm për shëndetin tonë dhe këtu ne do t'ju tregojmë disa nga përfitimet që ju do të merrni pikërisht nga konsumi i tyre. Përfitimet e këtij fruti të mrekullueshëm. 1 hektogram i këtij fruti me lëkurë të verdhë në portokalli siguron 65 kalori dhe përbëhet nga 80% ujë dhe 18% sheqer me gjurmë të proteinave dhe yndyrave, ndërsa ka rreth 2,5 gram fibra. Hurma përmban gjithashtu një sasi të lartë kripra minerale. Duke qenë e pasur me vitamina dhe beta-karoten, hurma gjithashtu siguron për organizmin ton një sasi të mirë të antioksidantëve të cilët kryen një veprim parandalues kundër sëmundjeve të këqija. Ky është një frut shumë energjik dhe rekomandohet veçanërisht në rastet e mungesës së oreksit dhe për ata të cilët praktikojnë sport rregullisht. Megjithatë, hurma është një frut që nuk rekomandohet në rast diabeti për shkak të indeksit të lartë glicemik që shkakton edhe një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Gjithashtu rekomandohet të konsumohet në mënyrë të moderuar edhe në rastin e mbipeshës dhe obezitetit për shkak të përmbajtjes së lartë të kalorive. Përfitimet shëndetësore të hurmave. Hurmat, sipas ekspertëve, forcojnë sistemin tuaj imunitar. Siç e përmendëm tashmë, hurmat kanë vlera të pafundme për shëndetin. Ato përmbajnë vitaminë C, e cila forcon sistemin ton imunitar, prandaj ky frut është mirë që të serviret në tryezë në periudhën e ndryshimit të stinëve për të na mbrojtur nga virozat tipike të vjeshtës. Parandalon sëmundjet kardiovaskulare dhe jo vetëm. Hurmat favorizojnë edhe absorbimin e hekurit, një laksativ i shkëlqyer. Duke vepruar drejt për drejt në mëlçi dhe në zorr, hurmat janë një laksativ natyral fal taninave dhe fibrave të pranishme në tulin e tyre. Që të përfitoni maksimumin e këtyre benefiteve, ato duhet që të jenë të pjekura mirë. Diuretike. Për këtë funksion, këto fruta duhet që të hahen në mëngjes dhe të papjekura mirë. Në këtë kushte ato bëhen një diuretik natyral i shkëlqyer fal përmbajtjes së kaliumit. Për energji, hurma konsiderohet si një frut ideal për fëmijët, ata të cilët merren me sport dhe personat astenik pasi kanë veti të shkëlqyera energjike fal sheqernave që përmbajnë. Mask fytyre me hurma. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe të kriprave minerale, hurmat janë një ilaç i vërtet jo vetëm për shëndetin, por edhe për bukurinë tonë. Ato kanë efekte të shumta, të dobishme për lëkurën dhe për flokët. Për shembull, tuli i hurmës mund të përdoret si një maskë bukurie për rigjenerimin e lëkurës së fytyrës. Mjafton ta lini të veprojë për 5 deri në 10 minuta për të lejuar lëkurën të thithë të gjitha benefitet e saj. Për një efekt kundër rrudhave shtoni gjithashtu disa pika vaj ulliri. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.